Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka zhvilluar një vizitë të rëndësishme në qytetin e Gjilanit, ku inspektoi nga afër kompanitë që merren me prodhimin e dronëve ushtarak dhe civil. Skifteri, Future Minds Academy dhe Miga Sky Shell Mar. Me këtë vizitë, Kurti ka dhënë një mesazh të qartë se Kosova po hyn në një epokë të re të zhvillimit teknologjik dhe ushtarak, duke u pozicionuar si vend prodhues dhe inovativ në fushën e mbrojtjes. E ardhmja e industrisë së mbrojtjes po ndërtohet edhe në Kosovë. Shteti ynë po shndërrohet në vend që prodhon, deklaroi Kurti, duke e cilësuar këtë zhvillim si një hap historik për vendin. Ai tha se dronët e prodhuar në Gjilan janë dëshmi e potencialit të madh që Kosova ka në teknologji, industri dhe mbrojtje. Gjatë vizitës, kryeministri u njoh nga afër me dy modelet më të avancuara të prodhimit vendor, dronit Kamikaz K1 dhe dronit luftarak Skifteri. Sipas tij, këto janë shembuj konkret të kapaciteteve që po ngrihen fal përkushtimit të rinjve, inovatorëve dhe mbështetjes së institucioneve. Droni Kamikaz K1 arrin shpejtësinë deri në 180 km/h dhe mund të fluturojë në lartësi deri në 2500 metra, ndërsa Skifteri operon deri në 5000 metra lartësi me shpejtësi maksimale prej 270 km/h dhe hapësirë operuese deri në 20 km, tha Kurti, duke theksuar se këto produkte janë made in Gjilani, por mbi të gjitha prodhimi i Kosovës. Kreu i qeverisë nënvizoi se përveç blerjeve nga shtetet mike e partnere si dronët Bayraktar TB2, Puma dhe së shpejti Sky Dagger, Kosova tashmë ka filluar të prodhojë vetë pajisje të avancuara të mbrojtjes. Ai e quajti këtë arritje një hap të madh drejt vetë mjaftueshmërisë teknologjike dhe fuqizimit të industrisë vendore. Dronët luftarak po i prodhojmë edhe vetë, si qeveri do ta mbështesim fuqishëm çdo iniciativë që forcon kapacitetet tona të mbrojtjes dhe sigurisë. Investimet në këtë drejtim nuk do të ndalen, theksoi Kurti. Në këtë vizitë, i shoqëruar edhe nga kryetari i komunës së Gjilanit, Alban Hyseni, Kurti u shpreh krenar për punën dhe vizionin e kompanive që po e ngrenë Kosovën në një nivel të ri të zhvillimit industrial. Ai shtoi se ky është një shembull i shkëlqyer i bashkëpunimit midis sektorit publik dhe privat, duke hapur rrugën për gjenerata të reja të inovatorëve dhe inxhinierisë së Kosovës. Ky hap i ri në prodhimin e dronëve vendor, sipas analistëve të mbrojtjes, është një sinjal i fortë për modernizimin e forcave të armatosura dhe për rritjen e kapaciteteve teknologjike të Kosovës. Prodhimi i dronëve made in Kosova tashmë po shihet jo vetëm si arritje teknike, por edhe si një burim krenarie kombëtare, një dëshmi se Kosova po kalon nga konsumator në krijuese e teknologjisë së ardhshme. Në fund të vizitës, Kurti përsëriti mesazhin e tij: "Jemi duke ndërtuar të ardhmen tonë me duart tona. Kjo është Kosova që prodhon, krijon dhe mbron", tha ndër të tjera kryeministri Albin Kurti.